Pas injorimit të faktorëve ndërkombëtar nga Beogradi më 18 mars 99 në Paris, organizatorët e konferencës dhe delegacioni shqiptarëve të Kosovës nënshkruajnë marrëveshjen kalimtare për paqe dhe qeverisjen Kosovë. Ky nënshkrim për bindjen time është një prej nënshkrimeve më të vlefshme në historinë tonë, ndoshta më i vlefshme për arsye se mundësoi iniciimin e një mekanizmi ushtarak për çlirimin e Kosovës. Ky angazhim konkret në Kosovë, diplomacia aktive e jona në atë kohë, bëri që të organizohet kjo konferencë, të ndodhë nënshkrimi nga pala shqiptare dhe refuzimi nga pala serbe pas realizimit e kërkesave tona dhe akceptimit e tyre nga komuniteti ndërkombëtar. Presidenti Amerikan Bill Clinton, para opinionit botëror, thekson arsyet kryesore të intervenimit ushtarak të NATO-s mbi caqet ushtarake serbe. E para është arsye humane, e dyta ajo praktike, sepse nëse nuk sulmojmë tash, do të detyrohemi më vonë, por do të vdesin shumë njerëz. Dhe e treta, strategjike. Fëmijëve tanë u duhet një Evropë e lirë dhe stabile. Ata që dyshojnë në vendosmërinë e NATO-s për të intervenuar le të flakën dyshimet, sepse ne jemi të gatshëm dhe do të sulmojmë. Procesi tani gjendet në duart tuaja, pra në hipotezë është NATO. E kam urdhëruar komandantën e forcave të NATO-s për Evropë, generalin Clark, që të fillojë operacionet ushtarake kundër Ish Republikës Federale të Jugosllavisë. Dhe përsëri njoftohemi se sapo kanë filluar sulmet ajrore të NATO-s ndaj objektivave serbe ushtarake. Dhe me të vërtet ndodhi mrekullia. 24 mars 1999, mbi qiellin kosovar fluturonte shpresa, ankthi dhe liria. Forcave serbe në ditët e para të bombardimeve u rrëshqiste dhe u nënkëmbë, duke parë se fundin nuk e kishin larë. Ndodhi edhe fillimi i bombardimeve të NATO-s, që shënon një kapitull të ri në historinë e re të Kosovës. Në Rambuje unë personalisht kam parë vendosmërinë e qartë e Bashkisë Ndërkombëtare që t'i jep fund krizës së Kosovës dhe mesazhi i qartë i Bashkisë Ndërkombëtare ndaj Miloševićit se tolerancë nuk do të ketë dhe se në qoftë se pala serbe nuk do të bashkëpunon në këtë proces, do të jetë e ballafaquar me sulmet e NATO-s dhe më pas ne e pam të gjithë se ky premtim u mbajt mirë, qartë dhe me konsekuencë ku NATO-ja intervenoi në Kosovë. Në pamundësi që të kundërvijen forcave të NATO-s dhe të UÇK-s, ushtria dhe policia serbe në shenjë hakmarrje vrau shumë civil, pleqe fëmijë, dogjen dhe poqen aq sa mundën. Por liria nuk vritej, ajo ishte kudo, në qiell dhe në tokë. Gjatë 78 ditëve të bombardimeve, gati 1 milion shqiptar u dëbuan nga trojet e tyre. Fushat u bën mal me njerëz dhe toka det me
Pa sakrificat e panumërta të qeverisë shqiptare dhe në veçanti të popullit shqiptar dhe akoma më në veçanti të banorëve të Kukësit, të Hasit, të Tropojës dhe pastaj të gjithë Shqipërisë, Kosova nuk do të mund të ishte ajo që është sot, nuk do të mund të kishte ato shpresa dhe atë besim që ka sot për të ardhmen e saj. Ushtria qëllimtare e Kosovës ishte për mua forma e qendresës shqiptare ndaj një politike çfarose anti-shqiptare. E kam ndjekur, e kam shtetur politikisht atë, jam përpjek shumë që rreth parimit një qendrim të pozicioni saj të mund të mbështetet në politikisht dhe në mënyrat e tjera, e konsideroj betejën e tyre, i konsideroj luftarët e lirisë, si luftarët e cilët dha një kontribut substancial në ndryshimet, në kthesën bashkëpunim me forcat e NATO-s, por ky bashkëpunim kryesisht ka qenë indirekt dhe në heshtje. Ne kemi ofruar dhëna të shumta për caqet dhe veprimtarinë e forcave serbe në Kosovë, cilat kanë qenë të një rëndësie të veçantë, por ky bashkëpunim deri me atëherë, deri në fillim të muajit, kryesisht ka shku duke i përdorur lidhjet miqësore të komandantëve të UÇK-s, udhëheqësve të UÇK-s me vëzhguesit të misionit evropian që ka qenë në Kosovë. Në fillim të prillit të vitit 1999, qeveria e përkohshme, përgatësisht Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-s, shpalli mobilizimin e përgjithshëm në mënyrë që qytetarët e Kosovës t'i bashkangjiten luftës për çlirimin përfundimtar të Kosovës. Kem pas një përgjigje të jashtëzakonshme të vullnetarëve, radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe në Kosovë, po sidomos të bashkëdhëtarëve tanë që kanë qenë me punë apo duke jetuar në Shtetet e Perëndimit, përfshi këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte kjo një mbështetje e fuqishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e popullit të Kosovës, ishte kjo një demonstrim i vendosmërisë dhe përkushtimit të popullit shqiptar që luftën e nisur ta çojnë deri në fund. Në zonën strategjike në malet e Berishës, ku vepronte Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-s, Qeveria e Përkohshme e Kosovës, Shtabi i Përgjithshëm dhe institucionet e tjera, luftëtarët e Brigadës 121 Kumanova,
kishin përgjegjësi të madhe për të penguar depërtimin e forcave serbe në atë rajon. Motivet ishin të shumë fishta. Një nga motivet kryesore ishte se në territori ishin pothuajse mbi 80.000 banor. Njerëz, fëmijë, plaka, nga gjitha zonat e Kosovës. Dhe ushtarët tanë dinin se po që se ata nuk do të mbronin, ato do të ndodhin masakra siç ka ndodhur në territoret tjera të Kosovës. Dhe ky ishte motivi kryesor i djemve dhe vajzave që ishin të rreshtuar në luftë, që në asnjë kusht të mos lejojnë trupa serbe për të depërtuar të populata civile. Dhe ata ishin të vendosur që të gjithë të bëhen si muri gjallë në mbrojtje të popullatës civile. Definitivisht aja zonë deri në futin e trupave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe ishte dhe mbeti në kontrollin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ose më mirë me thënë në kontrollin edhe të popullit, po edhe në veprimin e institucioneve të Kosovës. Ndër operacionet përfundimtare të luftës për liri ishte edhe ai me emrin Shigjeta, i cili u realizua në mbikëqyrjen e drejt për drejt të eprorëve më të lartë të Shtabit Përgjithshëm dhe të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Operacioni Shigjeta është zhvilluar në disa drejtime dhe ka filluar në kohë të ndryshme. Drejtimi i parë ka filluar në Koshare. Domethënë, në Koshare i dyti ka qenë në malet e Pashtrikut, mandej në malet e Korabit, qafën e Prushit, qafën e Morinës, në disa drejtime, domethënë në kohë të ndryshme me të njëjtin qëllim, edhe i koordinuar nga një vend, ka qenë tërë operacion. Me operacionin Shigjeta, Ushtria Shqiptare e Kosovës i dha një goditje shumë të fuqishme forcave serbe, mund nga kufiri, me një presion shumë efektiv nga kufiri i detyron të forcat serbe që të sillen përforcime nga mbrëmësia, por jo vetëm nga mbrëmësia e Kosovës, por nga mbrëmësia e Serbisë, dhe forcat serbe në lëvizje drejt kufirit ishin cak shumë transparent, shumë rentabil për forcat e NATO-s, dhe kjo ishte çoi deri te rënja drastike e moralit të forcave serbe, deri te refuzimi i udhëhesa për të lëvizur drejt kufirit dhe erdhi deri te mundësia e shpartallimit të ushtrisë serbe në Kosovë. Rusija, ai tjetër që apo A Selçova gjallë. Ishin përgatitur, apo kupton, se në armatim me fete. Që e farë me trelezi, me që tona ka gju? Qëra me dërbi. Planin operativ për thyrjen e kufirit e ka përgatit shtabi i brigadës në udhëheqjen e shefit të shtabit Agim Ramadanit, i cili disa ditë më parë e prezantoi së bashku me Saliçekun. Plani ishte mirë i përpiluar, i përmbledhur, duke cekur rëndësinë, drejtimet, pikat taktike që duhet në fazën e parë marrë dhe për fazën e dytë ishin definuar të gjitha detyrat, udhëzimet për secilën njësi veç e veç. Thyrja e kufinit me urdhër të shtabit të përgjithshëm dhe të Ministrit të Mbrojtjes është bërë në datën 9 në ora 3:15 e mëngjesit. Jo vetëm Dugagjin, po në gjithë hapësirën e Kosovës, ku na ishim lidhje me zonat e tjera, ka qenë një moral shumë i lartë,
pas marrjes koshare, sidomos edhe pas dhënies së lajmit se kufiri u thy se brigada 28 Agim Ramadani, ushtrisë shqiptare të Kosovës, filloi luftën frontale, drejt për drejt kundër pozicionet forta të serbëve. The spirit of the people in the camp is not what I expected. I expected a lot less optimism, I guess. These people, everyone that I've talked to has said they want to go back to Kosovo, and I certainly agree with that sentiment. I'd like to go back with them. I wish you all the best, and I will never forget my opportunity to meet with all of you and to share with you the joy of this day when NATO has been victorious, Milosevic has lost, and the Kosovars can go home. UÇK me ndihmën e NATO-s dhe gjithë komunitetit demokratik botror arriti që të largoj ushtrinë, policinë dhe administratën serbe nga Kosova. Me njëherë pas mbarimit të luftës dhe të rreqjes së forcave serbe nga Kosova, filluan negociatat me përfaqësuesit e Bashkësisë Ndërkombëtare për realizimin e marrëveshjes lidhur me transformimin e UÇK-s. U zhvilluan
bisedime, negociata disa ditë me javë të tëra në shtabin e përgjithshëm dhe në selinë e qeverisë së përkohshme në atë kohë në fshatin e ri dhe në Divjak. Ishin prezent udhëheqësit kryeministri i qeverisë së përkohshme Hashim Thaçi, udhëheqësit tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shtabi i përgjithshëm dhe komandantët e gjitha zonave operative. Problemi i parë me të cilin u ballafaqum ishte që të pranohemi si subjekt, si palë e barabartë në bisedime, me emrin e plot çfarë kishin. Ata kërkonin na qunin në rezolut për fat keq quhet ashtu grupet e armatosura shqiptare të Kosovës. Ne asesi nuk dëshmë që me atë emër ashtu të titulluar të bisedonin me ta. Dhe një kohë gjatë është duhur që ne të fillojmë bisedimet, negociatat si dy palë të barabarta, si dy ushtri të barabarta. Po bisedimet nuk kanë qenë të lehta, kanë qenë bisedimet që janë zhvilluar në vende dhe kohë të ndryshme për demilitarizimin dhe transformimin në ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe këto bisedimi janë zhvilluar në kryeqendra të ndryshme të Evropës, por edhe në Washington. Hashim Thaçi über seine Begleitung über die Lage im Kosovo zu führen. Wir haben über alle Në komandën e KFOR-it në Prishtinë, më 21 qershor, generali Michael Jackson, bashkë me ish udhëheqësin politik të UÇK-s e kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës, zotin Hashim Thaçi, firmosën marrëveshjen kalimtare për transformimin e UÇK-s. Hashim Thaçi also spoke to the president last night, President Clinton, and both Secretary Albright and the president made very clear to Mr. Thaçi that they respected his Dhe pas arritjes së fitores për popullin e këtyre ishte një gjë shumë e vështirë që të kërkosh nga një ushtri kryengritëse fitimtare, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm, dhe që ajo ushtri kryengritëse të transformohej dhe të qarmatohej aq shpejt për disa javë, disa muaj pas kohës fitores. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në botën moderne. Shumë vështirë që ta
hedhësh armën njëherë kur ta marrësh në dorë dhe zoti Thaçi pa të marrë një vendim shumë të guximshëm. Këto biseda kanë qenë mjaft të vështira, sepse kishim të bëjmë me opinione të ndryshme për të ardhmen e strukturave të ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe opinionit të general Gjeksonit, i cili ishte një opinion, mund të them, paksa refuzues ndaj kërkesave tona të drejta dhe duke u nisur nga këto këndvështrime të ndryshme ndodhi edhe ndërhyrja e drejt për drejt në bisedime me plot të drejt dhe mjaft e pranueshme, që ishte edhe çelësi i zgjidhjes së problemit, thjesht ardhja e general Clarkut dhe zgjidhja përfundimtare e çështjes së transformimit të UÇK-s në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe integrimin i një pjesë të ish-ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në segmentin e sigurisë, në shërbimin policor të Kosovës dhe natyrisht edhe formimi i Partisë Demokratike të Kosovës nga strukturat politike. E arritëm që mos të konfrontohemi me Bashkinë Ndërkombëtare, thash se gjithë ne ishim mirënjohës Bashkisë Ndërkombëtare për gjithë ato që bëri për ne, por të mbijetojmë. Dhe ky është mendoj ajo që e bën këtë të quajmë sukses e zakonshëm, që ne jemi të njëjtit këtu, me të njëjtin mision, me të njëjtit synime dhe jemi në proces. Kjo është sukses. Pas largimit përfundimtar të regjimit militarist të Beogradit nga Kosova, vendin tonë vizituan personalitetet të larta të Bashkisë Ndërkombëtare, e veçmas ata që kontribuan që sot populli i Kosovës të jetojë i lirë. I pledge that you will grow up with America at your side as you seek to build a better Kosovo, a place where your own children and those of your neighbors will grow up and grow old in peace. Dhe unë ju premtoj se ju do të rriteni me Amerikën për krah juve. Mr. Milosevic wanted to keep control of Kosovo by getting rid of all of you, and we said no. Zoti Milošević deshte të mbaj kontrollin e Kosovës duke ju nxjerrur të gjithëve nga këtu, mirëpo ne I tham jo.
mendoj se ne kemi ndihmuar që të ndalet një e keqe e madhe kundër popullit të Kosovës që bëhen nga forcat e sigurisë dhe politikës shtypse të Miloševićit dhe bandave të tij në Beograd. Mendoj se duke ndalur këtë, ne gjithashtu kemi ndihmuar vendet fqinje që të vazhdojnë rrugën e demokracisë. Mirëpo, mbetet shumë punë për të bërë. And then we want to offer a future for the whole of Kosovo. Dëshirojmë që Kosovës të i ofrojmë një ardhmëri të ndryshme, që ajo të jetë pjesë e Evropës, e familjes evropiane. And the prosperity that comes from being part of Europe. Aleatët amerikanë erdhën në Bosnë dhe në Kosovë, ne erdhëm këtu bashkë dhe ne do të dalim nga këtu vetëm bashkë. Qëllimi ynë është që të presim atë ditë ku paqja do të përqendrojë, kur autoritetet lokale të zgjedhura në mënyrë demokratike do të marrin përgjegjësinë e plotë, kur forcat e NATO-s do të mund të kthehen në shtëpinë e tyre. Dhe Kosova pas luftës së pabarabartë me regjimin militarist të Miloševićit ecën përpara në rrugën e lirisë e të demokracisë perëndimore për të arritur në cakun e shumë pritur. Ne jemi në procesin politik i cili është duke zhvilluar për përcaktimin e statusit final të Kosovës dhe cili është theksuar në marrëveshjen për demilitarizim dhe transformim, ku thuhet se Bashkia Ndërkombëtare Kosovës do t'ja lejojë që ta krijojë një ushtri të Kosovës të ngjashme me Gardën Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës si pjesë e këtij procesi politik. Dhe pikërisht ne jemi në këtë proces, duke ndjekur këtë proces, duke mos leju që të ngecim prapa këtij procesi dhe ta ndajmë fatin e institucioneve të tjera që sa më shpejt të arrijmë aty ku synojmë, të arrijmë aty ku opinioni ynë, domethënë populli shqiptar pret dhe beson se do të arrijmë.